100 gratë të një fasonerie kanë dalë në protestë mëngjesin e kësaj të premteje. Para godinës së Inspektoratit të Punës në Fier, ato kanë kërkuar një zëri të respektojnë të drejtat. Punëtorët e fasonerisë pohojnë se një muaj më parë, 50 gratë të tjera u larguan nga puna nga drejtuesit e kompanisë italiane, me pretendimin se nuk ka punë, duke mos u dhënë as pagën e plotë sipas kontratës. Ne nuk kemi larguar vetë, na kanë larguar ato, na kanë thirrur dhe na kanë thënë që nuk ka më punë dhe lekët do t'i mirni, na thanë. Nuk na dhanë as letra për të firmosur, që ti po largohesh nga puna se ke drejt të firmosësh, as një gjë. S'ke nevojë tha ta firmosësh, se i firmos ekonomistja apo ajo tjetra. Kur ne largohemi nga puna, do të lajmërojmë një muaj përpara, kurse këta ne nuk na lajmërokan dot. Dhe nuk na japin as lekë. Një vajzë e Zyrës më thoshte muaj që kush largohet nga puna, paguhet 15.000 lekë. Si mund na thuash ti që do paguash 15 se u largove nga puna? A na hoqë ti nga puna? Çfarë do na bëj Inspektorati Punës? Ne asnjë gjë. Bëni çfarë të doni, ikni ku të doni. Na kanë ulur pagat, kërkojmë të drejtat tona, ne na shkelin me këmbë, nuk na japin asnjë lloj informacioni. Për çdo gjë që ti kërkon të drejtën, ai të thotë dil jashtë ik. Flak në rrugë si pa të keq ku ne kemi firmosur një kontratë. Nëse ajo kontratë ishte në Itali, a do ta respektojmë të italiani? Ne pse duhet na flakin në rrugë? Ku ne kërkojmë një të drejtën tonë. Ai na ofendon, na ka mbajtur rrogën, ai tha të gjitha të ikin, tha na ndoqin na puna, edhe lekët nuk po na paguan. Punëtorët e fasonerisë protestojnë për kushte të papërshtatshme në punë dhe ulje të pagës. Sipas tyre, punëdhënësi nuk i përmbahet kontratës dhe prej një viti u mban një pjesë të pagës. Ato thanë se janë penalizuar edhe nga tatimet, pasi rezultojnë të dy punësuara dhe duhet të paguajnë edhe gjop prej 10.000 lekësh, pasi kompania ka ndërruar emrin. Ai vjen, sjell fleta atje, nuk na lejon të lexojmë çfarë, domethënë çfarë lexon atje. Ai thot hidh firmën kaq, nuk na lejon. Nëse dim për çfarë janë ato, që na sjell atje. Kemi dhe një gjop për të paguar, sepse është ndruar, ka qenë në kompania Alintex, është bërë Intex, edhe nuk na kanë shkëputur nga kompania e parë, gjuhemi të dy punësuar, të gjithë në gratë e fasonerisë. Po na ka ardhur fleta që është 100.000 lekë për të paguar. Përballë kësaj situate, ato kërkojnë përmbushjen e të drejtave dhe kërkesave të tyre.